Specialistët për hetimin e krimeve kibernetike të DVP Vlorë referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasen e B 40 vjeçe banuese në Vlorë, pasi ka kallzuar shtetësia RR 43 vjeçe banuese në Vlorë se 40 vjeçaria i ka ndërhyrë në mënyrë të vazhdueshme në jetën private nëpërmjet telefonatave dhe emaileve. Specialistët për hetimin e krimeve të policisë së Vlorës kanë referuar materialet në prokurori dhe ka nisur procedimi penal për shtetasin VG 49 vjeç banues në Vlorë, pasi ka kallzuar shtetasi JM 66 vjeç banues në Angli se 49 vjeçari i ka marrë nëpërmjet mashtrimit 800 euro. Specialistët për hetimin e krimeve të stacionit të policisë Selenic arrestuan në flagrant shtetasin IG 34 vjeç banues në Kot, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike ndaj nënës së tij. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme.